Leo Freundlich, politikan dhe gazetar austriak, shqiptarofil i mirënjohur, autor i librit Golgotha shqiptare, që dokumenton mizoritë e ushtrive serbe ndaj shqiptarëve gjatë luftrave ballkanike, e mbylli me jetën më 12 shkurt 1953. Me komsi gjermane dhe me origjinë hebreje, në periudhën mes dy luftrave botërore, Freundlich u zgjodh antar socialdemokrat i Reichstagut, parlamentit gjerman të kohës së nazizmit, dhe njëkohësisht përmbushi angazhimet e përfaqësuesit diplomatik të Shqipërisë në Austri. Leo u lind në Usti nad Labem të Çekisë, në një familje hebrenjsh. Qysh në moshë të re, aktivizohet me lëvizjen socialiste, punon si redaktor i shtypit të punëtorëve, ku njihet me bashkëshorten e ardhme Emën, që ishte e bija e ish-kryebashkiakut të qytetit. Ema dhe Leo ishin politikisht aktiv, mbështesnin kauzën e socializmit dhe mbanin leksione publike. Njëkohësisht Leo redaktonte gazetën e krahut të majt, Volkswacht, por sulmet ndaj kishës katolike e fusin në telashe, madje për 3 javë edhe në burg. Në fillim të shekullit të 20, Leo përfshihet në politik. Në zgjedhjet e vitit 1907, kandidon në njësinë zgjedhore gjermane të Moravës, duke fituar një mandat në Këshillin Perandorak, ku ju bashkua fraksionit parlamentar të klubit të socialdemokratëve gjerman. Në vitet 1911-1912, i pozicionuar në Vjenë, Leo Freundlich i përkushtohet gjerësisht çështjes shqiptare. Fillimisht publikoi një përmbledhje analizash për incidentin e shqiptarëve, duke u pozicionuar me dashamirësi mbështetës si aspiratave të tyre kombëtare. Por se punimi më i mirë i gjithë jetës së tij do të mbetet libri Golgotha shqiptare, ku ai përfshiu të gjitha të dhënat, qoftë mediatike, qoftë nga burime të tjera, që dokumentonin spastrimin etnik që mbretëria e Serbisë ndërmori ndaj shqiptarëve në trojet e tyre etnike. Sipas Freundlich, në vitet 1912-1913, ushtria serbe vrau mbi 500.000 shqiptar, gjysma e të cilëve u masakruan vetëm në veriun etnik të Shqipërisë gjatë vjeshtës së vitit 1912. Libri është i mbushur me të dhëna dhe përshkrime ngjethëse. Serbët janë duke bërë gjenocid kundër shqiptarëve. Ata duan që të shfarosin tërë kombin me rrënjë dhe deg. Më 12 nëntor të 1912-s, një ditë vetme, 2.000 shqiptar musliman në afërsi të Shkupit, si dhe 5.000 të tjerë, jo larg Prizrenit, u masakruan. Serbët bën të qartë se shqiptarët musliman duhen zhdukur dhe çrënjosur. Ata pohonin se kjo është mënyra më efektive për ta qetësuar vendin. Gjithashtu në librin e tij janë përfshirë histori dhe përshkrime të hollësishme të krimeve serbe. Torturat më të mëdha i pësonin gratë shqiptare, të cilat përdhunoheshin, më pas lidheshin, bëheshin kapic, mbuloheshin me kasht dhe digjeshin të gjalla. Në rast se ishin shtatzëna, u çaj barku me bajonet dhe pasi u nxirrej fëmia nga barku, e vendosnin në majtë të bajonetës apo të hunjve. Në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore, i ftuar nga kryeministri Ahmet Zogu, Leo Freundlich nisi të punonte në Vjenë si sekretar shtypi i Shqipërisë. Leo u interesua, por pa sukses, edhe për përzgjedhjen e një bashkëshorte e të denjë për mbretin Zog, loboi për interesat e biznesit shqiptar në Evropën qendrore e të tjera. Leo ishte aq shumë i lidhur me mbretin Zog, sa rrëfehet se në shumë raste kur nazistët e përshëndesnin Heil Hitler, të cilën e përshmonte, ai përgjigjej me përshëndetjen sarkastike Heil Zogu, duke u argëtuar me konfuzionin e homologëve gjerman, të cilët besonin se kjo ishte një përshëndetje standarde shqiptare. Leo jetoi në Vjenë deri në vitin 1938. Më pas, për shkak të rritjes së përndjekjes racore, pasi ishte me origjinë hebreje, u transferua në Zvicër, ku sërish mbreti Zog e ndihmoi të ishte pjesë e përfaqësisë shqiptare në lidhjen e kombeve me Selin në Gjenev. Ndërkohë, në arkivën e shtetit shqiptar ka edhe një dokument që vërteton se si Leo Freundlich dhe bashkëshortes së tij të dytë, Ada, me vendim të Këshillit të Ministrave numër 658 të datës 18 prill 1938, u zhdhën në shtetësia shqiptare. Freundlich qëndroi në Zvicër gjatë viteve të luftës së dytë botërore, në kushte të vështira ekonomike, për shkakun se pagesa nga shteti shqiptar ju ndërpre menjëherë pas pushtimit italian të prillit 1939. Pasi komunistët morën pushtetin, Leo Freundlich u përpoq, por pa sukses, të emëroi konsul nderi i Shqipërisë në Vjenë. Letrat e tij
të dërguara në adresë të zvendes kryeministrit Koçi Xoze nuk morën asnjëherë përgjigje. Libri i tij, Golgotha shqiptare, do të rigjente sërish rrugën drejt publikut shqiptar vetëm pas rrëzimit të sistemit komunist.